ka gjithë shtatzanie në këtë raport. Kjo është arsyeja, ky interesim i madh qytetar që konfirmon rolin edhe peshën e LDK-s në jetën politike, pa cilën nuk shkaktohen procesat as realizon ëndrat e askujt. Përkundër rezultatit fundit, ne kemi hyrë në kufit e debatit brendshëm edhe në kufit asaj që quhet demokracia e brendshme, që është mocioni lidhet me kryetarin e LDK-s. Natyrisht në normën statutare është shfrytzuar kjo drejt nga kolegët e tonë që kanë organizuar mocion. Ne kemi respektuar, sot do të dialogojmë, debatojmë, gjejmë rrugën më të mirë që LDK-ja këtë kërkesë duke realizuar, kalon kërkesën e dytë, që është bashkë e rëndësishme lidhur me shëndërtimin, institucionet, funksionimin e Republikës dhe krejt ajo që lidhet me të ardhmen e Republikës tonë. Ju faleminderit shumë, besoj shumë. A një kandidat kalimtar, zoti Aziri, për ta shuar në një tjetër? Nuk ka gjithë shtatzanie në këtë raporte, kështu që kryetari i LDK-s e ka betejën me delegatë e LDK-s. Sot nuk e zgjedhni kryetarin e ri? Jo, nuk zgjedhet, sepse norma statutare, gjithçka është organizuar e rregulluar me normë statutare dhe ne do t'i përmbajmë. Faleminderit shumë, shifemi.